Unë mendoj, e kam thonë kalimti edhe në emisionin e kaluar, Zonja Osmane ka ngrit profilin e saj, PR-in e saj, duke qenë pra në drejtimin me Albin Kurtin, madje kogja lartë. Unë mendoj që në kushte normale ajo ka një pjesë ose ka pas një pjesë për krasve, por me gjas, sa herë del në publik ajo, ka me humbë rrugës shumë. Spari humbi me intervistën e famshme, ku ajo e tha haptas, e famshme sepse e tha haptas, unë ja ofrova në stetetin se ma kërkun, do me thonë me i mydin që mbujnë presidente, do me thonë dejna të fazë, Albin Kurti as nuk u ka anti-amerikan, as nuk u ka një keq, as kur që kretë në regullë nëse mba mu presidente është i mirë. Ja, anti-amerikanizmin ja ka përmenë edhe në fjalim, Drenar, në fjalim fundit. Fjalim e hapë një pjesë ta, ju ka përput qera për bondilin. Nëse ka pas për me atëherë pëse ti mu bashkëpunon me dikane cili absolutisht pajtona me ty, unë veç pëllëm që ja ka përmen. Ajo qeraja për bon stilin ishte në drejtim, besoj. Edhe Bigjozi me mardhënjët me... Bigjozi ka qenë publike, kjo qeraja për bon stilin. Unë e presë që Zonja Osmanin fakt me majtë jetë linë se përsta e kanë marrë LDK-ja ato. Sepse këta e kanë shajt, votuesi nuk i ka besu. Ta shpeprovojnë me shajt dikush që u komrana ofër Albinit me këshyrë që shpo dhejz. Unë nuk besoj që ka me i dhejz, sepse gjithë që Daniel që kanë përkra vjozën e kanë përkra për që drejtimin e qeverisës këndej. Jo ato të vjetrin, jo të mëncis të kalume, prandaj bashkim i Zorit për mu riakomodu të dytë. Nuk është veç vjosa, edhe vetë Lumirës, edhe Lumirit ju ka Leviz Karriga. Keni parasysh, a i partin prej shkurtit deri në dhjetor e rëzojt e poshtë me vota, që është nonsens me qenë opozit dhe me ro me vota, në LDK që shë kemi njohë për para, nuk i shkomu kritari partisaj. Vot besimi, leti vot besimin, të e lëshove partin të i qenë opozit, e po lyp ti mandat prap për me qenë. Tjetra, se sa janë serios, i ndojnë pozita cili është president, cili është për kryeministër, kjo i bjen që ata